Në fakt ashtu si po e flisim po e thonin pak më përpara, bisedimet janë delegacioni i Iranit ose nga ajo që ne kemi informacion, sepse siç e thatë edhe ju informacionet janë vërtet të cunguara, edhe delegacioni i Iranit është hasur me një përballje nga ana më ekstremiste në vend, që siç e dimë konsideron Amerikën si satanan e madh, satana e madh dhe nuk pranon ulje në bisedime apo në negociata. Tani është e qartë që për retorikën e regjimit, ashtu si që dim të gjithë dhe si që ka qënë për gjithë këto vite, është e kuptueshme që regjimi do deklaroj fitoren absolute të Iranit, cilat do qoftë rezultati i bisedimeve në qoftë se do të kemi vetë negociatave. E është e sigurt që delegacioni i Iranit në fakt përbëhet nga një sër ekspertësh që nuk janë vetëm fytyra politike të themi apo ajo publike e regjimit, por nga informacionet që kemi, të paktën nga analizat e Foreign Policy dhe të New York Times, delegacioni që po ndjek bisedimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përbëhet nga ekspertëve të ekonomisë, ekspert ushtarak, përveç se njëkohësisht të gjithë janë të përfshirë dhe janë mbështetës të regjimit iranian. Dhe një nga kritikat që është bërë edhe presidentit Trump në fakt nga ajo pjesë që nuk mbështet politikën e tij në Iran, që është bërë brenda vendit, është zgjedhja e presidentit Trump të dy figurave, të cilët nuk janë Witkoff dhe Kushner, që nuk janë të themi ekspert të politikës jashtme apo të marrëdhënieve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me Iranin. Mbase është një sinjal i presidentit Trump për të dërguar persona të besuar dhe ndërkohë në prapasken kuptohet që negociatat përgatiten nga persona të tjerë që janë ekspertë që e njohin situatën, por në vend i është bërë kjo kritik që fytyra publike e negociatave me Iranin janë dy persona pa eksperiencë në këtë fushë, duke konsideruar bisedimet që më përpara kanë ndjekur presidenti Bush, presidenti Obama, domethënë përsëri në lidhje me Iranin me një delegacion shumë mirë më të madh të themi apo më të përgatitur në skenarin në lidhje me Iranin. Blokada amerikane vijon të mbetet në Ormuz, po ashtu edhe qëndrimi i Iranit është i qartë për këtë çështje, por këto ditë të fundit kemi parë edhe atë formën tjetër të presionit amerikan, Donald Trumpin, që përmes inteligjencës artificiale kishte një automatik në dorë. Në anën tjetër, mediat amerikane flasin se mund të kemi sulme të shkurtra dhe të fuqishme për ta rikthyer Iranin në tryezën e bisedimeve, pra skenaret janë të gjithë në lojë. Ky është një skenar në fakt që jo vetëm përflitet, por që është nga vetë Donald Trumpi. Në fakt kjo ka shkaktuar kundërshtime të mëdha edhe brenda politikës amerikane, ka ndarë në mes opinionin publik në Amerikë. Të dyja palët duket sikur thon sa më shumë jo për të arritur tek poja në fakt, por Donald Trump tha që në momentin që nuk arrihet nga Irani një përgjigje të themi e kënaqshme, do të fillojmë ato që quhen ndërhyrje kirurgjikale, jo kundrejt objektivave ushtarak, sepse tashmë ne dim që ka kohë që vazhdon goditja e objektivave ushtarak, por drejt objektivave civil, të cilët janë të domosdoshëm si urat, për shembull rrjeti elektrik, që do të godisnin rënd jetën e përditshme të Teheranit dhe që do të kishin për qëllim të tyre vendosjen akoma më në presion të regjimit iranian dhe pse jo për të nxitur përsëri një lloj reagimi nga brenda. Presidenti Donald Trump në fakt në prezantim të ndërhyrjeve kirurgjikale bëri në të njëjtën mënyrë që ai bën dhe ka në këtë bisedimin me publikun, domethënë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe në një mënyrë shumë të
themi në një situatë ndjeshëm pak më dramatike dhe jo kaq politike sa e shpreha unë, dhe ndërkohë pjesa e opinionit publik amerikan që është kundër linjës së Donald Trump tha që kjo gjë do të përbënte padyshim krim të rënd kundër popullsisë civile në Teheran, sepse goditja e objektivave civile në fakt sjell një problematik tjetër, sepse godet drejt për së drejti popullsinë civile, pra jetesën e popullsisë civile. Duhet të bëjmë një ndryshim midis objektivave civil dhe objektivave ushtarak. Në qoftë se objektivat ushtarak do të goditen padyshim në një konflikt, objektivat civil ndryshon. Goditja e objektivave civil në fakt është e dënuar dhe nga vetë drejta ndërkombëtare, sepse bën që popullsia civile të ketë një kosto shumë të madhe të konfliktit dhe u përfol që në qoftë se presidenti